dashur Allah azza wa jalla në Kur'an thot أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين thot Allah azza wa jalla kime thonë atë ditën e gjykimit kime thonë kur ta shofsh adhabin, kur ta shofsh zjarmin e xhenemit, edhe kur ta shofsh xhenetin, law anna li karratan edhe njerë më kthin atë dunjë. Për çka kemi ra pishman? Kemi ra pishman edhe njerë më kthin këtë dunjë. Për këtë elhamdulillah o Allah. Elhamdulillah o Allah që na kilon Kur'anin. Elhamdulillah o Allah që na kilon sunnetin. Elhamdulillah o Allah që na ki dhon librin e Allahut edhe ashtu i përkthin gjuhën shqipe që mund na me lexue. Mirë po ta lexojm me sytë e zemrës dhe jo me sytë e kokës. Se vallahi nëse e lexon këtë ajet, ki me kuptu që Allahu ta ka dhënë shansën ti në këtë dunjë. Atyre kur dash mos u ban për atyre që ka me thonë ditën e gjykimit, o Allah veç edhe njerë më kthem. O Allah veç edhe njerë më kthem edhe kime pasë çka ka me bënë. Jo vëllai dashur, ti je në këtë dunjë. Ne jemi në këtë dunjë. E kemi këtë shansë tash. Wallahi ditën e gjykimit kemi ra pishman, kemi lut Allahun se si ki fal 2 recate sunnet namazit sabahut. Kemi ra pishman se si ki fal 2 sunnet namaz natë. Kemi ra pishman edhe kimu pikllue. Mirë po ne kemi këtë shansë vëllai dashur. E kemi këtë shansë, i kemi që duhet me shfrytëzue, duhet me dhon maksimumin, duhet me lodhën, me përmend Allahun, me lexu Kur'an, inshallah mos më bën sebeb ne me fitu xhenetin. Inshallah që bile Allah azza wa jall të na shofë se jemi duke munduar. Na shofë Allah azza wa jall se me të vërtet ne dëna xhenetin, po hakatna, po mundona, po e lojna keq një sen. Ha mos ka xhenet pa lon diçka keq, vëllai dashur. Haroje. Nuk ka xhenet pa lon ti diçka keq. Amo këtë punë të kësaj dunjës me pas interesi. Këtë punë të kësaj dunjës me pas interesi dhe me fitu xhenetin vështirash. Pa tjetër dush me lonë t'i kanë keq. Lene epshin keq, lene kojen, lene interesi, lene vetë, vallahi e fiton xhenetin Allah të zëgjel. Për këtë mos bëna për atyre që ditën e gjykimit kanë mirë pishman dhe kanë mirë o Allah, vallahi me kom me na fije dhe njerë në dunjë, vallahi klakun në minel muhsinin, ka me kom për atyve të mire. Edhe njerë me mthie në dunjë ka me fal namaz natë. Edhe njerë me mthie në dunjë ka me agjërue. Edhe njerë me mthie në dunjë ka me bëu punë të mira, ka me dhon zeqat, ka me dhon sadakatul fitrin, Allah. Edhe njerë veç me u kthi. Hamo. Kella. Asnjëherë Allah e thot. Po ky veç ato e thon një fjalë. Veç fjallë goje e ka. Sa akon në dunjë. E ka pasat shumë. E ka pasat mundësi. Ka mujt me falë për sa falë. Ka mujt ma gjëru për ju ka duk në gjefë. Ka mujt marë në gjami për ju ka duk larë. Ka mujt me falë namaz për ju ka duk vetja ku t'i baj 70-80 që atërë njëri falë. Ka mujt me vlu në bulesën. Ama i ka ardhë mare. Se ka me dhonë njerëzit që këshu më lu kjo gruja. Ka mujt me boj i badet. Ama s'ka bojë. Aja shtë e thonë veç fjallë goje sa akon atë dunjo. Edhe njerë i tha me të këthi, o birja dimit. Edhe njerë me të këthi, qashtu tha kime bojë. Hiq ma i mirë s'kime bojë. Qashtu, qish i ishtaj, qashtu kime konë. Nëse ta shë falë namazin, vallaj, edhe 100 njerë me të këthi në dunjo kime falë namazin. Nëse ta shë agjeron, 100 njerë me të këthi, prap kime agjerue. Për këtë lusë në Allah në zërë neve dhe juve të në falë gjunohë. Të në banë prej banorëve të gjennetit. Inshallah i shfrytëzojna ter maksimum. Për këtë vazhdashëm, mos të bona pishman ditën e gjykimit. Letë punojna punë të mira sa kina mundësi, sa kina shëndet, sa jemi tri, sa kemi ymër. Letë mundona që mos t'i bajna kërkujt zullum. Letë mundona që goja jonë tjetë e pastër prej gibetit, tjetë e pastër për thashethonave, tjetë e pastër prej mbartjeve të fjallëve, tjetë e pastër prej shpion lëkit, tjetë e pastër prej gënjeshtrës, tjetë e pastër prej traftis. Letë mundona që gjimtyrët tonë, dorë tona, të punojnë veç mirë, të kapin Kur'an, të bajnë të spih, ta ndihmojnë një fukara, ta japin një zeqat,
ta japin një sadakat e fitr, ta japin një sadaka, se wallahi me këtë fitohet xheneti. Mos bona pishman ditën e gjykimit, mos t'i bajmë punë për njerëzit, mos t'i bajmë ibadetet për filonin dhe alonin, mos t'i përshkrujmë Allahut shok njëtën tonë, mos t'i besojmë sendeve të kota, se wallahi ditën e gjykimit kemi ra pishman.